Mirëmëngjesi dhe jemi në një tjetër video këtu në kanalin tim. Ju keni parë pra pas kena tani, unë isha duke përgatitur mëngjesin, edhe duke qenë se kisha buk pashke, imagjinoni që nga pashka dhe nuk po e haja, kisha vendosur dhe në frigorifer. Pash një recet për të përgatitur French toast që bëhet me këtë bukën e ëmbël, edhe besoj e keni parë dhe nga klipet se si e kam përgatitur, kështu duket. Ka dalë shumë e bukur, ju bëra foto, bëra dhe një reels, unë gjita dhe në tavan, keni parë besoj në Instagram që tani i bëjnë këto video që i kapen nga lartë, edhe kam gjitur telefonin sipër në tavan që të kapte disa momente nga përgatitja e French toastit. Tani do dalë në balkon dhe do e ha mëngjesin tim atje, sepse është një super kohë e bukur. Më në fund nuk do kemi shi, do kemi vetëm diell, edhe jam shumë e lumtur që u hap koha, edhe do kemi ditë të bukura. Sot është ditë e hënë. Sot kam menduar të vazhdoj me punët e shtëpisë prap. Dje i kam bërë që të gjitha, por nuk kam filmuar asgjë, sepse ndonjëherë kur edhe filmoj edhe pastroj shtëpinë, më shkojnë gjithë dita duke u marrë me to, ndërsa kur nuk filmoj mbaroj shpejt e shpejt edhe qetësohem. Më kanë ngelur një dy gjëra të vogla, si për shembull larja e oborrit, dua që ta laj edhe një herë oborrin, ta lë të pastër. Edhe këto, nesër që është ditë e martë, në orën 5, kam vizitën e syve, të shkoj të bëj më në fund vizitën, të shikoj se çfarë do më thot doktori, dhe a do kem nevojë për syze, apo të marr vetëm syze qetësuese kur përdor laptopin. Më pas të mërkurën kemi thonjë, të premten kemi flokët, kështu që kemi një video goxha të bukur, do kemi receta, dhe do rregullohemi, do kemi një summer glow up. Para se të shkojmë me pushime, do bëjmë edhe këto, sepse do ikim me pushime. Dhe unë kam vendosur që të mos jem aktive gjatë asaj kohë që do jem me pushime, dua që t'i shijoj, do mundohem të regjistroj ndonjë gjë, të hap kamerën dhe të kap gjëra vende ku ne do shkojmë, dhe do t'i përmbledh në një vlog të vetëm, por kur t'i kemi mbaruar dhe të jetë çdo gjë okay. Do ta bëj si vitin e kaluar, domethënë që kur unë u ktheva në Finland, i kishim mbaruar pushimet e verës, edhe ju shihni vlogjet nga pushimet tona. Dhe kështu kemi shumë gjëra për të bërë këtë javë, gjëra për të përgatitur, për të pastruar, për të rregulluar për vete, edhe ju do t'i shihni të gjitha. Tani po dal në balkon edhe po ha mëngjesin tim, këtë French toastin që kam përgatitur. Ka dalë shumë i shishëm dhe ja u sugjeroj ta përgatisni. Unë në fakt çdo gjë që kam përgatitur ja u sugjeroj, por me të vërtetë është një ide shumë e mirë, për ata që nuk janë me dietë mund ta konsumojnë. Unë dietën time e mori lumi, do bëj dhe pushime dhe më pas do filloj të bëhem pak më e rregullt dhe të ha më mirë. Këto ditë do ham çfarë të na hahet. Tani po dal në balkon edhe shihemi më vonë. Unë sa po mbarova së lari oborin, kam bërë një kafe turke. Mendova mos ta bëja një herë, por e di që e kisha nevojë një kafe turke, nuk e di, është fiksimi im. Dhe këto finxhanet kaq të bukur. Kam 2 copë nga këto, por nuk do i marr me vete, se s'kam çat marr më parë me vete.
Tani jam këtu tek dhoma ime e vogël, kur flija kur isha e vogël me gjyshen time, pse tani flet edhe mamit dhe babit, duke qenë se jam vetëm në shtëpi, edhe shikoni rëmujën që kam këtu mbrapa. Është valigje që do marrim me pushimet, është edhe valigje për në Finlandë. Tani, unë kam një valigje mbase më duket sikur është pak më e madhe se kjo e Finlandës, dhe mendoj ta marr dhe ti transferoj rrobat nga kjo tek ajo tjetër që të shikojnë qofse ndë më shumë ajo. Unë kam një valigje 23 kilshe për të marrë me vete, kam një 8 kilshe, kam edhe çantën e krahut. Nuk jam keq, mos qahem, por gjithmonë e mbushi me ullin dhe vaj ulliri, siç bëjnë gjithë shqiptarët, por jam betuar që këtë herë nuk do marr asnjë gjë, le t'i marrë Gjesi që të gjitha ato që do. Unë nuk do t'i marr asnjë gjë. Tani, këtu kam lënë në fakt edhe këto 2 finxhanët, tha kam qef t'i marrë, tani kur unë i kam blerë këte, pse mos t'i marrë t'i kem, pse duhet t'i ble prap nga e para, kur t'jet Halloweeni, apo kur t'vi pranvera, ose tani gjatë verës, do t'i marrë dhe këto të dyja, kam ja 2 gjëra të pastiqeris që dua t'i marrë, pse t'i blem kur unë i kam, e ti që do ngarkohet valigje, por s'kam qa bëj, dua të marrë edhe libra që kam me vete, që i kam këtu do me thënë që i kam blerë, edhe dua t'i kemi te biblioteka jonë, tek televizorit e Komedina ku i vendosim. Dhe kështu njerëz, kam gjithë të gjëra për të bërë, doja t'ju tregoja edhe diçka. Një sekond, sa t'ja u tregoj, shikoni pak këto takat, a nuk janë të adhurueshme. Kanë të takën e ullët, është si luspat e peshkut. Këto takat që thoni ju, kanë qenë këtu në shtëpinë tonë prej shumë vitesh, i ka pasur mami im, kur ka qenë më e re, kanë kaluar rreth 14 vite, po 14 vite, që mami im i ka pasur këto takat, dhe i kishte lënë këtu në shtëpi se nuk është se i vishte njeri dhe unë kam qenë me vogël, por janë shumë të bukura, janë në gold, tani janë dhe në mod këto sandalet me pak tak, dhe do t'i marrë me vete në pushime që do shkojmë, që t'i vesh me një outfit që kam menduar. Kështu që i kemi një paltaka, sepse unë nuk para blej taka, jam person që jam më shumë me balerina, me atlete, me sandale të sheshta, nuk vesh asnjëherë taka, vetëm në raste dasmash mund vesh taka, unë ose ditëlindjesh. Tani po rregulloj pak të rëmujën këtu brenda, te këto valigje, do marr valigjen tjetër, ti shikoj nëse do më nxejnë, dhe vazhdoj me punët, sepse kemi shumë gjëra për të bërë. Se e bukur, po shikoj që vinte me vrap, se një të, si fedi? Unë kam vendosur dhe muzikë, se nuk bëj do të punë pa muzikë. Po vazhdoj, këtu e pas kam dritën më mirë nga kjo anë, mos na kapi copyrighti më shumë. Unë mbarova dhe me rrobat së rregulluarit dhe tani do përgatis drekën. Kam menduar të përgatis një supë me qiqra, i kam vendosur që dje në darkë në ujë dhe ato janë zbutur goxha, ju kam dhënë valën e parë edhe këto, edhe tani duhet të përgatisim supën, del shumë e mirë dhe kam shumë kopa e përgatitur. Kështu që tani vazhdoj me përgatitjen e. Doja t'ju tregoja gjithashtu, isha duke u marr pak me Instagramin edhe po editoja një reels nga momenti që unë isha me Evën tek Lezet, që hëngrëm ato ushqime turke, dhe kam menduar të bëj për Instagramin një si tip serie, do më thënë seri, me vende të ndryshme ku ne do shkojmë gjatë verës, edhe jo vetëm këtu në Shqipëri, por edhe në Finland, me gjëra që ne me ushqime të ndryshme, me gjëra që ne do provojmë, me vende të reja, do me thënë. Nuk e di sa do t'ja dalë deri në fund që të bëj nga këto seri, por do mundohem. Hodha dhe reelsin e parë, është kjo këtu. Ju mos haroni, prit t'ja u vendos dhe me zë. Mos haroni të bëni dhe një follow. Një eksperiencë ndryshe dhe një ushqim tepër i shijshëm. Shije që të çojnë direkt në Stamboll. Në hyrje të restorantit është edhe menuja ku ju mund të shihni lëndë. Ky është reelsi që përgatita, mendoj se e kam bërë mirë.
të shikojmë se si do eci, edhe a do t'ju pëlqejnë. Por ju për më shumë video, receta, story të ndryshme nga përditshmëria ime, mos harroni të më bëni follow tek Instagrami im, tek Shokolatieri. Tani ja kam bërë pak edhe më të thjesht, kam vendosur dhe emrin tim Angela Lilo në mënyrë që kur të kërkoni thjesht nga emri im, sepse e di që mbase e keni pak të vështirë të kërkoni me emrin Shokolatier, si shkruhet apo si shqiptohet, dhe të më bëni një follow. Tani vazhdojmë me përgatitjen. Isha që kisha nxjerrë edhe ajkën e qumshit që kisha mbledhur në ngrirje, edhe e bëra gjalp. E kam hedhur këtu në një tas me ujë të ftohtë që të mblidhet më mirë, kështu e di. Kështu kam parë edhe vjerrin që e bën, por ata bëjnë në sasi më të madhe, por unë kaq kisha mbledhur dhe do ta vendos në frigorifer që të mpikse tamam. Tash unë edhe sot jam te shtëpia ime, por do ta marrim me vete tek shtëpia e Xhesit që ta ham atje, sepse ja sa ka dalë. Që nga bukur edhe kur I bëke vetë të gjitha, por ne kemi me këto metodat e reja të kohëve të tani që nuk lodhemi shumë për të tundur gjalp, ja marrim mikserin edhe e bëjmë direkt. Mirëmëngjesi, jam nga shtëpia e Xhesit. Unë jam bërë gati sepse të shkojmë për të bërë thonjkat. Sot është e mërkur, shpas do të është e mërkur. Kam në orën 10 orarin për të bërë thonjë të këmbëve dhe të duarve, me si pres, sepse kam shumë kohë që si kam bërë, edhe ndonjëherë kur I bëj një herë në 6 muaj më mungojnë shumë që të mengjoj pak dora e bukur. Jam bërë gati, thjesht xhinse, një bluzë ses, edhe të dalim shpejt, sepse duhet vem goxha larg nga Astiri në Kino Studio, më duket tash ajo quhet, po. Deri atje do shkojmë për të bërë thonjë. Çfarë bëjmë? I ka bukuria këto sakrifica. Tani po iki dhe shihemi më vonë. Në fund mbarova, ka shkuar ky proces I thonjve 3 orë, por rruga, trafiku sot I madh. Tani më në fund arrita të përgatisim drekën, do bëj një supë me perime dhe do ju tregoj edhe thonjë. Besoj duken pak nga këtu, por I kam. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Unë jam bërë gati. Sot është ditë e enjte. Edhe jemi një ditë para se unë të shkoj dhe të lyej flokët. Nesër në orën 9 kam orarin për të lyer flokët, por
Kjo është nesër. Sot kam menduar të ri vetëm në shtëpi, nuk dua të dal. Dje jam lodhur shumë që kam shkuar dhe kam bërë thonjë, sepse e kisha pak larg nga këtu. Dhe keni parasysh trafikun e Tiranës. Dhe kam ardhur në orën shtëpi në orën 2 që bëra dhe video tek ashensori dhe më pas nuk kam regjistruar asnjë gjë se më kapi një dhimbje koke, edhe nuk mundesh atë regjistroja. Ndërsa sot jam çuar, kam bërë disa punë shtëpie këtu. Dhe kam bërë një kafe turke si që pat, jam bërë gati tani, kam veshur këtë bluzën e thjesht, një palë pantallona të lirshme, edhe të shkoj të blej një 2 ushqime që na duhen për të bërë drekën. Duhet të shkoj pak edhe tek Rossmani që të blej një concealer sepse më kam mbaruar, edhe më duhet përgjatë pushimeve që të bëjmë dhe një make-up në një gjë të lezetshme. Dhe ç'a doja t'ju tregoja tjetër? Doja t'tregoja këtë gjë këtu. Shikoni pak se sa e bukur është. Është kjo shporta prej kashte. Kashte është kjo po. Mendova se nisi shiu se sot. Siç po tregoja, kjo është një shport prej kashte që e ka bërë xhaxhi i Xhesit në fshat për mua, edhe është ka këtë lloj punimi, po më pëlqen shumë e vogël, edhe do ta marr me vete në Finland kur të bëjmë piknik, të marrim të vendosim ushqimet dhe frutat që duam, dhe është shumë e lezetshme. Shikoni pak se sa e bukur është. E punuar vetë me dorë, edhe duket kështu. Tani po dal edhe shihemi më vonë sepse duhet të shkoj të blej ato gjëra që ju tha. I bleva edhe gjëra që na duheshin, edhe këtu kam rastin t'ju tregoj pak thonjt, sepse kam edhe dritën më të mirë. I bëra në këtë lejlan pastel, French, edhe këto lulet këtu te ky gishti. I doja me atë ngjyrën butter yellow, por nuk e kishte. Por edhe kështu më pëlqen dhe kanë dalë shumë bukur. I kam bërë të gjata si rallëherë, por më kishte marr malli. Tani bëjmë drekën. Tani t'ju tregoj se çfarë bleva tek Rossmann. Shkova tek fruta perimet, por atje nuk xhirova gjë se ishte plot me njerëz. Edhe shkova u futa tek Berlin Tex që është këtu afër, që ka gjëra të përdorura, por që gjen marka. Nuk mora asgjë, u futa kot, thash të shikoja një herë. Dhe të tregojmë pak. Mora një buk të zezë. Tek fruta perimet mora qep, domate, patate edhe mashurka ose bishtaja si i thoni. Ne i themi mashurka, sepse do bëj bishtaja me mishviçi. Tani ato hahen, janë shumë të mira, i marrë nga ato të verdhat. Ishte 1200 lekë kilja. Mirë. Ndërsa tek Rossmann, u futa vetëm për të marrë një concealer, duke qenë se më ka mbaruar. Nuk kam më e shkreta, po ngela duke e fërkuar furçën atje derisa të vija dhe të blija një këte. Marr gjithmonë, do me thënë është hera e tretë që marr të njëjtën concealer, është kjo këtu nga Essence, edhe kësaj radhe e mora në një nuancë tjetër. E kisha marr light herën e parë, po ishte më duket sikur ishte shumë e bardhë për lëkurën time. Edhe mora këtë që është në medium. Tani inshallah të jetë mirë, imagjino të jetë boshkë. Ja. Të shikojmë pak si duket. Ja. Nuk e dia e dalloni. Vjen në këtë nuancën këtu. Tani mirë më duket, nuk e di si do më rrin fytyrë, po sërsa e vras shumë mendje se unë e keni vënë re se sa lyhem me bëhem. Tani mora një laps vetullash, sepse edhe ajo ka shumë pak që më ka ngelur, edhe dua që ta kem marr një farcolet për të fshirë këtë që bëra. Unë marr gjithmonë një të Maybelline më duket? Po, një të Maybelline-it, edhe është goxha e mirë, por ajo bënte një 10.000 lekë. E unë thash, të marr këtë ta kem sa për pushime. Herën e fundit kisha marrë në Finland atë të vetullave, ishte ajo e Elfit dhe më pëlqeu shumë, edhe ishte goxha e mirë dhe nuk para dilte nga, do të thënë nuk shplahej kollaj. Mirë po, Elf te nuk kemi, kështu që mora këtë, një të thjesht. Kjo edhe kjo është e Essencës dhe me thënë drejtën, këto të Essencës janë goxha të mira. Kanë dalë goxha të mira. Tani kjo është, këto janë provat e
e thojve të gjatë sepse nuk hap dot diçka, asgjë nuk hap dot. Tani të shikojmë pak se si është kjo. Mirë. Deep brown e marrën këtë, në këtë nuancë, e kam vetullën goxha ngjyrë të errët, edhe ja, si duket. U thye. Tani e kuptoj pse ishte 3.000 lekë. Ua, sa i na. Ky coptohet i gjithi. Masës duhet ta kisha hapur aq shumë. O zot i madh, iku gjysmi. Pa u përdor akoma, iku gjysma. Qa mora tjetër është një pako me nga këto farcoletat e lagura, letrat e lagura. Shkojnë edhe me thonjt. Që ti kem në çantë, unë baj gjithmonë nga këto letrat e lagura. Dhe kësa radhe i mora tek Rossmani. Këto ishin 900 lekë. Mirë janë. Nuk kanë alkohol. Mund të heqësh dhe make-upin, po nuk i përdor asnjëherë me thënë drejtën për make-upin. Dhe mora këto. Gjithashtu mora edhe 2 maska fytyre këto të Isanës. Janë goxha të mira këto të Isanës. Mendoj se ato të Garnierit më pëlqejnë më shumë, po më duken çik si shtrenjtë, 3500 lekë të marrësh një maskë fytyre, kur unë edhe në Greqi edhe në Finland ato të Garnierit i marr me 1,50 €, ja 2 e shumta, po 3500 nuk e di pse më duken pas kësi shtrenjtë. Edhe mora këto të Isanës, njëra është me kolagjen, njëra është me retinol, një për mua, një për mami bonën, dhe ti kemi për në plazh, kur vim nga plazhi, që të marrim pak veten, sepse mund të kemi, na ketë zënë çik dielli si shumë, edhe ti përdorim këto për të na qetësuar, për të na dhënë freski. Tani ti lëm llafet, ti çoj këto tek çanta ime, që i kam gati për pushimet, edhe të nisim me përgatitjen e drekës. Do doja shumë t'ju tregoja edhe gjëra që unë kam marrë nga shenjë, nuk e di nëse e kam thënë në ndonjë video tjetër, por kam porositur gjëra tek shenjë, këtu e një muaj e gjysmë gati, edhe i kam marrë Gjesi atje në Finland, pakon do me thënë e kam bërë porosin atje, dhe do mi sjelli, kam marrë 2 palë roba banjo, që më duken shumë të bukura, edhe nga afër Gjesi ti dukeshin mirë, do me thënë sa mund të kuptoj një burr nga këto gjërat, por janë shumë të lezetshme, mbase ja u tregoj në videon tjetër, që do jetë video e fillimit të pushimeve. Edhe kam marrë roba banjo 2 palë, kam marrë një set pannat shkurtra me një këmishë të bukur me viza bojqelli dhe të bardha, që tani janë shumë në mod. Tjetër çka kam marrë një çantë që ishte vetëm 8 euro, dhe e dini sa e bukur që ishte, nuk e di. Është e bardhë me një lloj shalli, ta kem për pushimet andej. Tjetër çka kam marrë? Kam marrë një kas telefoni shumë të bukur, kam marrë shumë gjëra të tjera që do ja u tregoj te video tjetër, s'po ja u tregoj të gjitha këtu tani. Po çoj këto edhe fillojmë përgatitjen e drekës. Mirëmëngjes, sot është dita e lëres së vlogëve. Jam bërë gati dhe po iki shpejt se jam me pak vonesë dhe duhet të shkoj fiks në orën 9, që ne e kemi lënë. Do shikojmë se si do na dalin vlogët. Ja ku jam unë, me flokët e lëra, ora është 4:30, kam dalë që në 8:30 në shtëpia, dhe tani erdha, më thoni pak si ju duken, mua më pëlqejnë, jam lodhur shumë, por jam vlejti dhe gjithë kjo lodhje. Këtu dua të mbyll dhe këtë vlogun, dashjemi në një video tjetër, akoma më të bukur, dhe mos harroni të bëni një subscribe, paçim!